rise. Në nëntor të vitit 2020, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi u arrestuan pas konfirmimit të akt akuzës dhe flet arrestimeve të lëshuara nga një gjykatës. The Kosovo Specialist Chambers is now in session. Be seated. Prokuroria pretendon se të akuzuarit janë individualisht përgjegjës për rrëmbimin, keqtrajtimin dhe vrasjen e qindra civileve dhe personave që nuk merrnin pjesë në luftime. Viktimat ishin persona që konsideroheshin kundërshtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pretendohet se ndërta përfshiheshin persona të cilët perceptoheshin se bashkëpunonin me forcat jugoslave dhe kundërshtar politik. Në akt akuzën e konfirmuar, përfshihen akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të akuzuarit janë vetë deklaruar të pafajshëm për të gjitha akuzat. Gjatë fazës të procedurës paraprake, prokuroria nxorri për mbrojtjen një faqe me prova. Mbrojtja kreu hetimet e veta dhe griti kundërshtime ligjore ndaj akt akuzës dhe jurisdiksionit të gjykatës. Viktimat paraqiten kërkesa për të marrë pjesë në proces. Në proces po marrin pjesë 155 viktima. Midis prillit 2023 dhe prillit 2025, prokuroria thirri 125 dëshmitar për të dhënë dëshmi, si edhe u pranuan 132 deklarata me shkrim. Ndër dëshmitarët ishin viktima të pretenduara, persona që dhanë dëshmi në lidhje me strukturën e pretenduar komanduese të UÇK-s, ish zyrtar ndërkombëtar dhe ekspert. Midis shtatorit dhe nëntorit 2025, mbrojtja thirri 7 dëshmitar, që të gjithë ish zyrtar ndërkombëtar. Secila palë pati mundësinë të bënte pyetje dhe të kundërshtonte dëshminë e dëshmitarëve të thirrur nga pala tjetër. Në rishikimet çdo 2 muaj të paraburgimit që nga fillimi i procesit gjyqësor, gjykatësit kanë konstatuar se zoti Thaçi dhe të bashkëakuzuarit e tij paraqisin rrezik të kryerjes së veprave penale kundër personave që kanë dhënë dëshmi ose që do t'japin dëshmi para dhomave të specializuara. Sipas ligjit, një i akuzuar mbahet në paraburgim vetëm nëse gjykatësit konstatojnë se ekzistojnë rreziqe që e përligjin atë mas. Gjykatësit rishikojnë çdo 2 muaj nëse paraburgimi vazhdon të jetë i domosdoshëm për të trajtuar ato rreziqe. Deklaratat përmbyllëse do të mbahen në shkurt 2026. Prokuroria dhe mbrojtja do të japin përmbledhjet e argumenteve të tyre. Mbrojtësi i viktimave do të flasë për pasojat e krimeve të pretenduara tek viktimat. Pas kësaj, trupi gjykues do të fillojë kuvendimet konfidenciale. Gjykatësit do të vlerësojnë me kujdes besueshmërinë e dëshmitarëve, mbështetshmërinë dhe peshën e dëshmive të dëshmitarëve dhe të secilës provë. Të akuzuarit prezumohen të pafajshëm, përveç nëse prokuroria vërteton fajësinë e tyre jashtë dyshimit të arsyeshëm.